Mirëmëngjesi njerëz të mirë kudo që ndodheni nëpër botë. Sot do doja të vazhdoja diçka nga tema e djeshme, për fillimet e reja në jetën tonë. Kur na del përpara diçka e re, gjithmonë na trondit, sepse gjithmonë ekziston ajo pasiguria dhe frika e së panjohurës. Çfarë do shohim mbrapa asaj dere? Na lindin 1000 pyetje brenda nesh. Ta hap mos ta hap derën? Po sikur ta hap, çfarë do më dali prapa saj? Dhe nëse është diçka e mirë, do jem në gjendje t'ja dal? Apo do dështoj dhe të gjithë do më thonë dështake? Frika gjithmonë ekziston, asnjëherë nuk do themi që jemi të fortë dhe s'kemi frikë. Frika gjithmonë ekziston, por frika është një fakt që ne nuk duam të dalim nga ajo zona jone e rehatis, nga ajo guacka jon e cila na mbyll. Ne kujtojmë se ajo na mbron, po në fakt ne ajo nuk na lë të rritemi, nuk na lë të marrim frym. Jemi si puna asaj lules e futur brenda në këtë guack, që kërkon të shpërthej, por guacka nuk e lë. Kërkon dritë, por guacka nuk e lë. Hiqeni pra guackën, hiqeni frikën. Ecni përpara, guxoni. Do thoni ju, si ta kuptoj unë tani që ajo derë që unë po hap, është dera e duhur, apo është rruga e duhur ku unë duhet të ndjek? Unë po ja u them nga përvoja ime. Në rast të parë që ta kuptoni nëse është vërtet rruga e duhur, ndjeni shpirtin tuaj. Çfarë ju thot? Do gëzoj shpirti kur ju ta hapni atë derë? Apo do trishtohet? Nëse do gëzoj, jeni në rrugën e duhur, vazhdoni. Tjetër pikë. Ju, çfarë do që t'ju ndodh? Hapeni atë derë. Si të keni sukses, si të dështoni, përsëri ju do rriteni. Sepse edhe nëse dështoni, ju do mësoni nga gabimet që keni bërë dhe nuk do t'i bëni më. Pra do rriteni. Ju do t'ju jepet mundësia të zbuloni veten tuaj, të rriteni, të mësoni gjëra të reja, gjëra që nuk do kishit mundësi të mësonit asnjëherë në ndonjë vend tjetër. Janë shumë gjëra të cilat ti do t'i shikosh që po zbulon veten tënde, cilësi të reja që ti nuk i dije se i kishe, talente të reja që ti nuk e dije se i kishe. Kjo është rruga, është e duhura, ndiqeni. Në qoftë se nuk ju mbush shpirtin, okej, largoni. Por nëse ju i ndjeni të gjitha këto shenja që unë ju thash, vazhdoni, guxoni, hidheni hapin. Merreni frikën me vete, se më pas do ta hiqni pak nga pak. Këtë desha të ndaja sot me ju. Uroj që kudo që t'jeni sot, t'i shfrytëzoni ato mundësi të reja që ju dalin përpara. Mos i lini t'ju ikin. Kapini, studiojini, shikojini, dhe nëse është ajo që ju e ndjen shpirti, vazhdojeni. Nëse jo, largoni. Ju falenderoj shumë që më ndiqni dhe ju uroj të kaloni një ditë të mirë sot. Mirupafshim në videot e tjera.